Zgjedhja një profesioni apo vendi pune lidhet shpesh me synimin për të siguruar të ardhura sa më të larta. Në një treg pune që po ndryshon shpejt, pagat po kthehen në një tregues të qartë se cilët sektorët e ekonomisë po zhvillohen më shumë dhe ku ka kërkesë më të madhe për punonjës. Në Shqipëri, paga mesatare mujore bruto arriti në rreth 84.000 lek gjatë vitit 2025, duke shënuar një rritje prej 8.6% krahasuar me një vit më parë. Rritja është reflektuar në shumicën e sektorëve të ekonomisë, megjithse disa fusha kanë përfituar më shumë nga zhvillimet ekonomike. Sektori më i paguar mbetet ai financiar dhe i sigurimeve, ku paga mesatare arriti në rreth 161.000 lek në muaj. Edhe teknologjia e informacionit dhe komunikacionit renditet ndër sektorët me paga më të larta, me rreth 127.000 lek në muaj, e nxitur nga zhvillimi i shpejt teknologjik dhe mungesa e specialistëve të kualifikuar. Administrata publike dhe mbrojtja kanë shënuar gjithashtu një rritje të ndjeshme, duke arritur për herë të parë një pagë mesatare prej rreth 100.000 lekësh në muaj. Ndërkohë aktivitetet e pasurive të paluajtshme po rrisin pagat në linjë me zhvillimin e vrullshëm të sektorit të ndërtimit. Në terma përqindjeje, rritjen më të madhe të pagave e ka shënuar ndërtimi, me një rritje prej 14%, ndërsa edhe tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor kanë parë rritje të ndjeshme, të lidhura me zhvillimin e turizmit. Ndër profesionet më të paguara vijon të jenë menaxherët dhe drejtuesit e lartë me rreth 132.000 lek në muaj, ndërsa specialistët me arsim të lartë paguhen mesatarisht rreth 111.000 lek. Një nga zhvillimet më të dukshme ishte rritja e pagave për forcat e armatosura, që arritën mesatarisht 107.000 lek në muaj, duke shënuar rritjen më të madhe ndër profesionet. Kjo lidhet me angazhimet në rritje të Shqipërisë në kuadër të NATO-s dhe nevojën për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse.